Vëllezër besimtar, ne e pam dhe hutbën e kaluar rreth rizkut, të mirave të Zotit, pasurisë dhe asaj që vjen nga Zoti. Dhe tham se Allahu Gjellëshanuhu është furnizuesi, ai që kryesori që e jep rizkun të njeriu, ose i krijon kushtet dhe mundësit njeriu që njeriu për me ardhë deri te rizku, deri te furnizimi i tij, që ai të ushqehet, të mbijetoj dhe të jetoj jetë të lumtur. Dërsa sot do të shohim se si t'i ruajmë nimetet e Zotit, si t'a ruajmë këtë rizk, këtë furnizim nëse Zoti na ka dhënë, që ai të mbetet e ne dhe ne t'ia shohim hajrin dhe dobinë. Allahu Gjellëshanu në Koran thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Edhe nëse doni ti numëroni të mira që ja ka dhënë Zoti, nuk mundeni me i numërua. Sepse Allahu Gjellëshanuhu pra ka dhënë shumë të mira për neve, jo vetëm për njerëzit, por për të gjitha krijesat, për të gjitha gjallësat. Andaj të mirat e Allahu Gjellëshanuhu, Allah në Koran thot se nuk do t'i numëroni, nuk do të mund t'i numëroni ato, të bini një numër të saktë. Ne edhim se Zoti Gjellëshanuhu pra ishte furnizuesi kryesor, por në të njëjtën kohë Allahu Gjellëshanuhu është ai i cili krijon pra mundësit, e jep rizkun dhe kërkon prej neve që ne të kemi kujdes, sepse ai mund të qëndron të na, mund t'ja shohim hajrin, por në të njëjtën kohë mundet edhe të shkon të ik prej neve. Në parim të gjitha gjërat janë të lejuara. Për atë edhe nuk ka numër, ndërsa gjërat e ndaluara që janë ndalume me the, dietarët kanë bërë shumë libra, sepse ato janë pak. Të lejuarat janë shumë, për atë edhe nuk ka mundësi të numërohen. Ndërsa ato që janë të ndaluara janë pak dhe kemi shumë libra i kanë nda dietarët në ndalesat, ose në ato të ndalesat e mëdha, gjunat e mëdha, që i bojmë nëse ato vepra në kategori 2 e tjera. Por shumica në parim janë të lejuara, përveç nëse feja sheh domin e saj, edhe përmes saj pastaj ne duhet të ruhemi që të mos damtohemi. Allahu Gjellëshanu ka përcaktuar që na të shkojmë pak më shpejt, kemi disa rregulla që duhet t'i kemi parasysh, ose disa nimete që ne veprojmë to në jetën e përditshme. Prej nimeteve më të mëdha është shëndeti që na i pamë edhe në javën e kaluar, është familja, shëndeti, janë pasardhësit e mirë, është fuqia trupore, është mençuria që Zoti na ka dhënë, është dituria për të cilën ne kemi arrit ta fitojmë, po nuk dia do të kemi mundësi ta e mbajmë deri në fund dhe të shihet hajri i saj. Pastaj është familja, pastaj janë shumë gjëra të tjera të cilat ne kënaqemi me to në këtë jetë. Mirë po, dietarët kanë thonë këto ndoshta mund të qëndrojnë, por edhe mund të humbin, sepse historia njerëzore gjithmonë ka treguar shembuj të shumë popujve, të cilët i kanë pas begati nimetet e Zotit, edhe ja kanë parë dhe kanë vazhdu gjatë me to. Po ka shumë popull që i përshkruan edhe Kurani, të cilët Zoti javë ka mundësu me pas të mira, janë keq përdor, nuk kanë ditë me rujt, edhe i kanë humbur. Andaj, historia një shumë popull të pasur që janë varfruar, dhe një shumë popull të varfur dikur që janë pasuruar. Andaj dietarët kanë thënë që pasuria, nimetet të mira të Zotit, nëse don me qëndru të ti, atë janë disa rregulla para se t'i shohim cilat e damtojnë dhe humbin begatit ose të mirat të Zotit prej neve. E para dietarët kanë thonë të fitohet me halal, me mundi, pa njerësën e huj, pa e hangur njerësën e huj. Kjo pasuri e ka i mizin me qëndru e gatë. Pastaj, gjithë atë që ta jep Zoti mundësin me pas, gjithmonë thuj elhamdulillah pi Zotit kjo është. Ma ka dhonë shëndetin, ma ka dhonë mundësin, mi ka kriju kushtet, mi ka kriju sebepet, edhe unë ku marrë deri të kjo. Mirë për moment,
kur do ta shohim më vonë që thojmë unë jam ai që e këmboj, unë jam ai Zoti, ai mençuri, atëherë kjo pikë lëviz në anën e kundërt. Të falenderohet Allahu xhaleshanu thuhet gjithmonë alhamdulillah o Zot. Dhe falënderimi e kemi thonë shumë herë, bëhet e para është me bindje. Domethënë të jemi të kënaqur që Zoti na dha. E dyta pika e dytë e falënderimit themi elhamdulillah me gjuhë. Dhe pika e tretë e falënderimit nga që ajo që na ka dhënë Zoti, të bëjmë mirë për çasaj. Nëse na ka dhënë pasuri, të bëjmë mirë nga ajo. Nëse na ka dhënë fuqi trupore, të bëjmë mirë nga ajo të ndihmojmë të tjerëve. Nëse na ka dhënë dituri, të bëjmë mirë që t'i mësojmë të tjerët dhe në këtë mirë. Pastaj të jemi të kënaqur me çat që na ka dhënë Zoti. Këtu një pikë është shumë e rëndësishme. Na nuk duhet të ndalemi aty, po nuk duhet me thonë çka ke kjo? Pse kaq? Jo. Ato që e kithu elhamdulillah, ka më mundu me bë më shumë, por përbuzja e saj është e rrezikshme që ne do ta shohim tash me një herë pas kësaj. Edhe këto të përdoren për të mirë, të përdoren aty ku është razi Zoti. Nëse këto pika i kemi në dispozicion, i veprojmë në jetën tonë, atëherë ka mundësi që nimetet mirat e Zotit të na me qëndru e gjatë. Mirë për atë dhe Allahu që na ka thonë, le in shakartum le azidannakum. Nëse do t'jeni falënderues me këto pika që i përmendëm, do t'ja vështojmë. Por që do t'ja vrujmë, ajo heket tashmë se do t'ruhet, por do t'ja vështojmë. Mirësia Allahu xhaleshanu nuk thot do t'ja vrujmë, por do t'ja vështojmë. Wala in kafartum inna adabi lashadid. Po nëse jeni mohues, domethënë kundër kësaj, atëherë Zoti ju dënon me mënyra të ndryshme. Nimetet mund të largohen prej neve, të mirat e Zotit, dhe si cilin jetën tonë kemi praktika të tilla. E para, dietarët kanë thonë keqpërdorimi i të mirave që t'i ka dhënë Zoti. Kjo pikë është shumë, dhe dy pika kryesore i kemi këtu, keqpërdorimi i të mirave që na ka dhënë Zoti. Kjo pikë është kryesore që të mirat mund të humbin. Dietarët kanë folë dhe kanë thonë cilat janë ato keqpërdorime që na mund t'i bëjmë në jetën tonë edhe të mirat e na të mos qëndrojnë. E para prej tyre, dietarët kanë thonë në moment kur nuk i paraqet Zotit atë mundësi, me thonë o Zot, alhamdulillah, ti ma dha këtë mundësi. Një pjesë e madhe e jona këtë harrojmë dhe gjithmonë thojmë, unë jam ai Zoti, unë jam ai mençmi, unë kam aftësitë e mia dhe përmes kësaj kam arrit me bë këtë, harrohet, thuhet se Zoti ma dha këtë mundësi. Allahu xhaleshanu na përcjell të gjithë dhe kur ti ka dhënë këtë mundësi, të ka thonë se ti duhesh ta dish kush është ai që t'i dha këtë mundësi që ta kesh këtë. Në moment kur ne i atribuojmë vetvetes dhe jo Zotit, atëherë është një ose prej pikave të para që nimetet begatit ka mundësi të mos qëndrojnë të na gat. Sepse në moment kur bjen aftësia jote për një moment, mas një kohe, atëherë Zoti ka thonë tash bazo në aftësitë e tua, se ti s'ke thonë prej Zotit. Zoti nuk të hap rrugë të tjera. E dyta, nëse ato përdoren ato begati dhe ato të mira jashtë asaj që Zoti është i kënaqur. Zoti ka dhënë pasuri për shembull, nëse të përdoret për gjëra të mira, ajo ndoshta e përdorim për gjëra ku është haram. Në moment kur përdoret begatia në gjërat e ndaluara, është pikë e dytë e kësaj radhe këtu këtë rendi, që ajo mund të ikë prej neve në çdo moment ose edhe pas një kohës. Prej pikave tjera kanë thonë janë el israf, masraf që na i thojmë gjuhën arabe, kjo është prej Kuranit. Masrafi është blerja e gjërave të panevojshme. Blerja e gjërave veç letjen që aty. Blerja e tepricave që pastaj ato ndoshta dhe gjuhën. Ma rrezikshme prej kësaj është ushqimi. Kur blejnë, ndoshta dhe s'përdoret, hajde tash me gjujt me qit. Pse s'ka një mas? Edhe burrit të shtëpia, edhe gruaja të shtëpia duhet ta kenë një mas. Ta din sa duhet me marru, sa duhet me u gjujt nesër ose sa harxhohet. Sepse kur vjen puna që ai të gjuhet, ajo vjen shpesh, për ndonjëherë i ndodh gjithkujt.
Po kur bo si princip në atë shtëpi, atëre kjo një element që këtu ka që përdorim pra, ose ka masraf pa nevojshëm. Qoftë edhe të veshja, në nuk du të nalmi me i marë shembujt nga koha e sahabëve dhe të kënej se si ka qenë një rend i veshjes dhe ushqimit e ta, se jemi shumë lartë. Por s'pakut jemi në atë pikën që mos të bojmë masrafet pa nevojshme. Ha që kaq, bo që kaq. Ama na kuritmi, për mos më kurit, na duhet bojmë shumë edhe kur vjen dikush. Ajo nuk hatën çka duhet mi bota, duhet me gjujt. Dhe ajo gjujtje na kushton te Zoti. Pra duhet të gjithë ta kuptojmë se masrafi i panevojshëm është sebeb që nesër të mirat e Zotit mund të humbin prej neve. Pastaj është edhe e tebdhir, këtë shpërdorimi sa e maron, haj, speha, ku di, gjeneratët e reja keni kujtes në këtë drejtim, se kjo më shumë është e ju. Do më thonë është ushqimi se duket, haj një tjetër. Nuk e duket dhe ha një tjetër. Kjo është e rrezikshme, vallahi është e rrezikshme. Në moment, do më thonë kësaj si form, nuk e pëlqen, nuk e du, ku di çfarë, duhet je njeri, duhet i provosh këto gjëra. S'ka shumë ha, dush me provu. Po ha familje, dush edhe ti me hongër aty. Në moment kur bëhet ushqim dhe ti qosh në veti, atje ti qohet në veti, ki në veti, bereqeti i ushqimit. Muhammed a.s. i ka shku dikush dhe i ka thonë, ja Rasul Allah, se kemi thot rregullën diçka, as nuk ngimi mjaftueshëm. Ka njerë s'na del hiç, ka njerë te pron thot na ka u prendi krejt. Muhammed a.s. a dini çfarë pyetje i bën? A hani bashk, a hani veta vet? Tha ja Rasul Allah, tha kejt hajnë veta vet. Aty ku hat veta vet nuk ka bereqet dhe në të ushqim, subhanallah. Aty ku hat veta vet nuk ka bereqet në atë ushqim. A jemi të hongër krejt veta vet? Po, hiç mos thoni jo, po është e vërtet. Por ato është humbje e bereqetit në ushqim, sepse familja duhet ulet aty. Duhet thojnë të gjithë bashkë, bismillah. Thojnë fund së bashku, alhamdulillah. Krijohet një dashuri familjare në aty prindi, me gru dhe fmi dhe babe, non të tjerët, buka këtë, bile bukat në bashkon. Nëse asë një gjithë tjetër së më në bashkon neve në pundet të tjera, edhe buka së më në bashkon, atëherë kush do të në bashkojë si familje. Çfarë bereqetit do të presim asë në bukë, po asë në jetën familjare. Këto gjëra janë të rrezikshme. Mos t'i marrim shumë thjeshtë se vallahi nesër neve na kushtojnë para Allahu xhaleshan. Prej pikave të tjera është edhe nëse tham nuk jemi falënderues, gjithmonë thojmë elhamdulillah, o Zot na ke mundësu që ta kemi këtë ushqim në përbot, po e vrejmë sot se sa me gjithë këtë arritje bota, plot nga veprimet e njeriut, sot njerëzit po vdesin ndoshta edhe nga uria, sepse njeriu është faktor që të mos shkon pra. Falënderimi tham me ato rregullat e veta duhet të funksionon. Pastaj duhet ta kemi parasysh se prej gjërave që e humbin begatit dhe nimetet e tona është edhe gjunahet tona. Gjunahet tona në jetën e përditshme, nëse s'ka astaghfirullah mas gjunahit, nëse s'ka pendim çdo mbrëmje, me thonë o Allah më fal për këtë gabimet e mia, nëse s'ka llogarit ditore, qoftë baba në shtëpi dhe të nona, po edhe të fëmijët që i kanë moshat e mëdha, domethënë mbi pjekuri dhe mbëtutje, edhe këto ndikojnë që nimetet e Zotit dhe të mirat të humbin. Nuk është nimet veç buka me të humb. Po thamë në fillim, nimet është me humb lumturia familjare, është nimet i madh. Nëse na këto nuk i bojmë, humb ky nimet. Nëse Zotit na ka dhënë fëmijë, vlade, ki babën, ki nonën, ki fëmijët, ky nimet duhet të jetë i përbashkët, duhet të jetojë së bashku, duhet të ketë fjalë miradien mes vetit, duhet të ketë falënderit, duhet të ketë mfal, gjitha këto duhet të jetë. Nëse na nuk rrim bashk, nuk ham bashk, nuk qëndrojmë bashk, ikim edhe kini me ka me shku nesër. Ki me li babën edhe nonën nesër po se ki. Ki me li pe vladin nesër me pan sofër nga të po se ki. Ki me li vlaun modë nuk i ki. Sukur sot që nuk i kemi. Dhe po e vrejnë këtë munges me shumicë. Kjo është një rezultat i mohimit të këtyne të mirave të cilat Allahu xhaleshanu neve pra na i ka pru deri këtu, mirë po rujtja kushton me humbjen e tyre. Pastaj është një ajet kuranor, ku Allahu i lartëmadhëruar në Kur'an ka treguar thotë wa daraba Allahu mathalan. Allahu thotë ka sjell shembuj.
qaryatan kanat aminatan mutmainna, një vend banimi i cili ka qenë i qetë me jetë të lumtur, yatiha rizquha ragadan, i ka ardhur nimetet e Zotit me shumicë, min kulli mekan, nga gjithçka, fa kafarat bi an'amillah, domethënë ata nuk ja kanë ditë falënderimin dhe të mirat e nimeteve të Zotit, me këto pika që i përmendëm, fa adhaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawf. Allahu thot i ka sjellë në varfëri, thot edhe në frikë ata njerëz nga veprimet e tyre që i kanë bërë. Unë kam përmendur edhe më herët një thënie, thot një filozof i vjetër kur i thot nipit të tij, o nipi jam, na pleqt, ai 90 vjet, na të vjetrit po ju kallëzojmë që shkena hek, amo tash jena mirë. Kom frikë se ju keni me kallëzu që shikini pas dikun punë të mirë, amo keni me hek. Subhanallah, jo rrezikshme shumë. Pse? Nga keqpërdorimi dhe mos vlerësimi i nimeteve të cilat i kemi ne këtu. Pika tjetër është edhe në shpejtësi ihtikaru ni'me. Kësa i thonë në vlerësimin, në nëshmimi ose përbuzja nimeteve. Që e thamë fillim është shtru sofra. Ti nuk e hanë këtë du të ha diçka tjetër, se sëmë pëllë, me njere përdo, subhanallah. Kjo është shumë e rrezikshme. Tja posh këtë njërë, do me thonë, ta të mrolësh para bukës në sofrë, vallaj është e rrezikshme. Ne po e bojmë këtë. Ne po e vrejmë këtë që po e bojmë. Që shpresim nesër pas disa viteve me ushtu a i bereqet, për kundrazi. A i bereqet nuk do t'jetë ma. A i bereqet rrezikohet të humbet. Mos tojmë alla bota për shkon të parë. Nëse i përcjellni analizat botërore, bota pritën kriza serioze, në vendet më të pasura. Çështu thonë analistë të këtyre fushave. Dhe na kur i përcjellim ata, e lidhim me ajete kuranore dhe hadithe, edhe e vrejmë se këto gjëra mund të ndodhin një ditë. Përbuzja nimeteve është shumë e rrezikshme. Përbuzja nimeteve është shumë e rrezikshme. Ta ka thënë Zoti përdore, ti je falënderues. Elhamdulillah, unë do të lipi më shumë, ama tash për tash mirë është. Jo tash për tash me njëherë përbuzja maksimale, që shpëprit me tarë më e mira, nuk vjen. Nuk vjen. Atë që e ketë jesh falënderues, elhamdulillah, Zot. Ma ke dhënë këtë mundësi, normal që po kam qef më shumë, po nuk e përbuzi këtë që e kam. Nëse nuk përbuzet ajo dhe vepron për më tepër, Zoti ka me të dhënë. Nëse e përbuz ato, në çmonë, në vlerëson, duke kërku tjetër, nuk vjen ndihma e Zotit. Atëherë jepi zor shumë nëse ki mundësi. Për ndryshë ndihma e Allahu xhaleshanu nuk vjen. Muhamedi alayhi salatu vesselam si përfundim në një hadith çka thotë: ati të cilit ju kanë dhënë të mira, edhe ka mundësi thot ta falenderon, të bën mirë me to. Të bën mirë me to, do të thonë, të bën mirë me diturinë e vet, me pasurinë e vet, me shëndetin e vet, thot le ta bën. Nëse s'ka mundësi me bë mirë, thot bile të jes falënderues i mirë ndaj Zotit. Të jetë i kënaqur me bindje o Allah, prej teje kjo është, të jetë falënderues me fjalë edhe gjithmonë të kënaqet me atë duke mendue me u angazhu për me bë më tepër në të ardhmen, gjithsesi me ndihmën e Allahu xhaleshanuhu walhamdulillahi rabbil alamin.